Misht Prizmus, në një prej eseve politike, sigurisht filozofike, në tentativat e mia për të bërë një skaner shoqëror, për të krijuar një ide, për të dhënë një mendim, trajtova problemin e mbylljes gojës e intelektualit, inteligentit, dhe sigurisht njerëzve që duan të dinë më tepër, që janë të zgjuar, që flasin. Është ka ardhur koha që ata duhet të heshtin. Duhet të heshtin që budallëjt të mos ndihen keq. Sepse ata kanë formuar sigurisht zonën e tyre dhe sipërfaqen, kohën, territorin e tyre të stërmall, që një inteligjent përballë me fjalën e tij realisht i bën keq. E them këtë realisht në groteskun e madh të fjalës, edhe njëkohësisht në tragjikomedinë që luhet në kohën e sotme pikërisht për këtë marrëzi të jashtëzakonshme. Po për mirë, po e lexoj. Po e lexoj duke e shoqëruar me pamjet nga e shkruar e ime, dhe pastaj ju gjykojeni vetë, shikojeni vetë, nëse ju pëlqen apo nuk ju pëlqen. Koha kur inteligjentët heshtin, që budallëjnë të mos ndihen të ofenduar. Lexoje këtë mik, sepse vlen edhe për ty. Do vi një kohë, do tek ne, kjo kohë ka ardhur me gjithë brutalitetin e saj, kur njerëzit inteligjent nuk flasin. Jo pse nuk kanë çfarë të thonë, por sepse çdo fjalë, çdo refleksion, çdo mendim mund të interpretohet si thyrje nga ata që nuk duan të mendojnë. Është një epokë e çuditshme, ignoranca ka fituar ndjeshmëri, ndërsa arsyeja është shpallur provokim. Dhe kjo nuk është as pak shenjë emancipimi, por simptom e rënies kulturës së debatit. Kemi hyrë në një realitet të ri, ku superioriteti intelektual nuk është më vlerë, por rrezik. Ai që mendon më shumë akuzohet se mburr veten. Ai që argumenton akuzohet se komplikon kot. Ai që kërkon saksi quhet snob. Dhe në këtë atmosferë, heshtja e të mençurve nuk është më zgjedhje, por mekanizëm mbijetese. Hannah Arendt, kur analizonte totalitarizmin, vërente se rreziku më i madh i shoqërive moderne ishte banaliteti i skeqjes. Momenti kur mediokriteti bëhet norm, kur mendimi i ulët ngrihet në piedestal dhe kur njeriu inteligjent detyrohet të zhduket nga hapësira publike për të mos provokuar turmën. Apo e kam gabim? Kjo që po përjetojmë sot është pikërisht ajo, vetëm se nuk kemi diktaturë të organizuar, por një diktaturë të paditurisë së shpërndarë kudo. Tashmë çdo mendim i thelluar rrezikon etiketime. Është elitist ose elitarist, është kundër popullit, është provokues, është i ndërlikuar. Shkenca duhet të shtuar që të mos mërzitet audienca. Libri duhet shkurtuar që të mos lodhen lexuesit. Analiza duhet zbutur që të mos të sulmojnë militantët. Dhe vërteta duhet relativizuar që të mos ofendohen të ndjeshmit. E vërteta nuk duhet thënë se na i mbetet hatri atyre përballë, ose shqiptarëve. Kemi hyrë në epokën kur ndjenja vlen më shumë se fakti dhe irritimi personal më shumë se e vërteta objektive. Në këtë terren inteligjenca nuk mund të rritet, vetëm fshihet. Heshtja e saj bëhet maskë mbrojtëse. Por kjo heshtje është shumë më e rrezikshme se zhurma e budallëve, sepse kur të mençurit nuk flasin, hapen dyert që të sundojnë ata që flasin më shumë, jo ata që mendojnë më mirë. Kjo është arsye pse filozofi i madh Bertrand Russell paralajmëronte se problemi i botës moderne është se njerëzit budallëj janë tepër të sigurt, ndërsa të mençurit plot dyshime. Dhe pikërisht këtë po shohim, budallëku është bërë i guximshëm, ndërsa inteligjenca ka marrë formën e vetë censurës, ose të mbajtës së qetësisë përballë ignorancës funksionale në turp. Sot nuk jemi në rrezik nga mendimi i lirë, por nga mendimi i tij, por nga ndalimi i tij për hir të paditurve.
Sot nuk jemi në rrezik nga mendimi I lirë, por nga ndalimi I tij për hir të paditurve. Shoqëria që I kërkon inteligjencës të heshtë vetëm për të mos lënduar sedrën e mediokritetit është shoqëri e destinuar të bjerë në provincializëm, në regres kulturor dhe një formë të re totalitarizmi e ndjeshmërisë të tepruar. Sidomos në Shkodër, kjo ka marrë për masa tragjike, bile tragjikomike. Do vi një kohë, ndoshta ka ardhur tashmë, kur kjo heshtje e të mençurve do të kthehet në mallkim kolektiv. Sepse në fund çdo civilizim bie jo nga mungesa e forcës, por nga braktisja e arsyes. Dhe kur arsyeja hesht që të mos lëndojë ignorancën, atëherë tragjedia nuk është më në prag. Tragjedia ka hyrë brenda nesh. Dakord, miqtë mi? Ja këtë desha t'ju them. Miq Prizmus. Dje mbrëm ishte një ndeshje fantastike e kombëtarës tonë për të bërë të mundur sigurisht futje në fazën e fundit, play-off. Pastaj aty me atë ndeshje që do dalin 1-2 ndeshje, nuk e di se sa mund, se si është skema në fakt. Pak e din, është një skemë që do të neset me disa ekipe, 1-2 ekipe të cilat pretendojnë ata dalin play-off dhe pastaj nga kjo skemë do dalin skuadrat që marrin pjesë në kampionatin botëror të futbollit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Meksik. Është një nga rastet fantastike dhe duhesh patjetër fitore me Andorra. Normalisht Andorra vitet e fundit ka bërë përpara, ka rregulluar kampionatin e saj dhe njëkohësisht ka marrë lojtar. Andorra është midis Spanjës dhe Francës, keni parasysh gjeografikisht. Është një vend shumë I vogël, sa një qytet I joni, qytet I lejo kaq shumë I madh, dhe normalisht që I duhet probleme madh që të nxjerrë lojtar të kalibrit të tillë. Dhe sa kushton fjala e gjithë skuadra e Andorrës mund të kushtojë një nga lojtarët tonë. Ky nuk është problemi. Problemi është se ata kanë rritur dhe kanë përmirësuar shumë lojën. Pra, me to duhesh fitoria, dhe fitoria erdhi. Erdhi në mas një pjesë të parë e cila nuk ishte shumë e qartë. Masi, nuk e di, masi unë nuk e shoh në formë mirë ose nuk e di, ndoshta ekipi duhet të vinë, pavarësisht se janë jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht të lidhur me njëri tjetrin, mbase duhet edhe një, po themi, ekuilibrim forcas midis mesit fushës edhe sulmit, jetë ka shumë lojtarë. Mendrimet që ndodhen, sigurisht me Ozunin edhe me Bajramin, po do të thënë me një asist të Ozunit, Kristian Aslani, një gol të shkëlqyeshëm. Ishte një mrekulli. Tash sigurisht jemi të dytët, presim Anglinë këtu, po çfarë ka për ne? Thjesht ndeshja me Anglinë në Tiranë të dielën është çështje nderi, e kupton, ose çështje loje. Sepse numerikisht Serbia ka mbetur mbrapa dhe këto janë dy fitore të mëdha. Eliminimi dhe mundja rraja e Serbisë brenda, eliminimi I saj dhe vazhdimi I Shqipërisë për play-off. Gëzuar kombëtarja dhe sa më tepër lojra të mira, sidomos duke përballur play-offin dhe duke u marrë sa më seriozisht edhe me koncentrimin e skuadrës, sidomos në depërtimet e tyre, të cilat sigurisht janë, por sipas meje edhe mungojnë. Krahët ndukën më mirë se sa depërtimet. Dhe ky që e quajnë vertikalizim është edhe zgjidhja e problemit. Është një skuadër e mirë. Do të mbitet keq sikur mos merrin pjesë. Kjo e dyta që do të trajtoja është ajo zhurma e madhe që bëhet në Itali për marrëveshjen, vazhdimi I marrëveshjes së Melonit me Ramën për punën e kampeve në Shëngjin dhe në Gjarë. Është quar e gjitha majta post-komuniste, ultramajtiste, gender gay, bashkë me shumë asociacione, bashkë me shumë qëndë avokatës, prokurorisë, të cilët janë përfaqësuesit numër 1 të miliardave që gjenerohen nga emigracioni I palishëm në Itali. Është ndërtuar një sistem, dhe sigurisht unë kam
dhe të thënat e një djali fantastik të këtu, i cili sqaron jashtëzakonisht mirë që është një sistem i ndërtuar, një sistem miliardash, i ndërtuar për mbi emigracionin e palishëm. Kampet në Shqipëri, Albania, ndarja përfundimtare, po shkove në kamp ti nuk ke punë në këtu, do të shkosh në vendin tënd, e bën jo të efektshëm të gjithë këtë sistem. Dhe ky sistem tash, që niset që nga NGO-t, që nga prokurorit, që nga gjykatat, që nga e majta, ultramajtistët, që nga ata që presin në kamp, që ata që furnizojnë kampet, që ata që punojnë në avokatit, që punojnë në notarizim, janë të gjitha që kanë miliarda, ju duhen këto njerëz, mbeten bosh. Dhe prandaj bëjnë një luftë jashtëzakonshme. Por ajo që kam shkruar është kjo, arsyeja pse fuqitë e interesit në Itali nuk duan zgjedhjen e emigracionit në Shqipëri, bashkë me Shqipërinë, sepse humbin milionat e sistemit të klandestinitetit dhe emigracionit problematik. Prandaj ultramajtistët nuk duan, dhe prandaj fuqitë e mëdha të sistemit nuk duan të paguajnë miliona në media e deri opozitën në Shqipëri që të hanë sa të munden, them kundra. Të bëjnë zhurmë sa të munden kundra, sepse sigurisht i ikin miliona. Dhe çfarë bëjnë ta? Këta largojnë, heqin mundësinë që pushteti legjitim, ai që ka marrë pushtetin në Itali, mos të ushtrojë pushtetin, por të jetë pushteti paras që të zgjidhë pushtetin në përgjithësi. Pra jo qeveria italiane, jo marrëveshjet që bën qeveria italiane, jo marrëveshjet që bën me Shqipërinë për të dhënë fund klandestinitetit dhe pastaj për të bërë qartë që toka italisë nuk mund të jetë tokë për klandestinët dhe shfrytëzimin e tyre. Po jo, këtë e vendosin të gjithë fuqitë e tjera, të cilat janë përfituesit atyre parave që i jep klandestiniteti, që i jep emigracioni klandestin kur i zgjidhshëm. Domethënë, është një shtres e madhe që mbështetet shumë nga ultramajtizmi, për fat keq ka dhe prokuroria dhe gjykata në Itali, që janë futur në sistem, duan të urdhërojnë ato se kush do ta ketë pushtetin. Jo ti urdhëroj populli, por ata ti e merr pushtetin në Itali dhe sigurisht janë gjykatat pastaj që të penalizojnë që ti mos të ushtrosh më pushtetin. Dhe sigurisht këto mbështeten nga financat e jashtëzakonshme të klandestinitetit të pa rregullt, atyre që vinë dhe që pastaj ju duhen gjithë manovrat, janë, nuk e di, 80 euro për çdo klandestin dhe për çdo emigrant. Të gjitha këto tash do të riciklohen dhe do të bëjnë punën e tyre. Dhe në këtë mes, i gjithë ky sistem është kundra edhe kësaj marrëveshje dhe çohen gjithë flasin kundra. Kjo para vjen edhe në Shqipëri, hidhen, vinë një 2-3 si tipi atij Shlajni ka ardhur dhe ai tjetri, kush nuk ka ardhur nga këta të majtët, gjithë ultramajtistët, organizatat homo, gay, ylberistë të tillë, vinë gjithë dhe mbajnë fjalime para atyre 2 qendrave të Shëngjinit edhe të Gjatrit, sepse as kërkush nuk i bën përshtypje këtu, për shembull Sali Berisha nuk i bën përshtypje që ata janë gjithë ultramajtistë, gjithë komunistë. Ja, me to është Sali Berisha, sepse ka marrë paret edhe ai, kanë marrë paret edhe mediat në Tiranë që të bëjnë zhurmë. Mediat ndryshme, jashtëzakonisht ndryshme që janë, marrin parë nga ky lloj sistemi. Thonë shikoj se padrejësi është duke u bë, si trajtohen. Në të vërtetë ata trajtohen si klandestin luksi, harxohen 100 euro për secilin ditë. Por ama ka një gjë që do të kthehen në vendin e tyre, ata nuk kanë punë, nuk mund ta ndryjnë më Italinë. Dhe ky është elementi thelbësor pse është gjithë kjo rrumuj, gjithë kjo zhurmë e jashtëzakonshme dhe pse luftohet edhe marrëveshja midis Shqipërisë dhe Italisë ose me Lorenit dhe Ramës, dhe sidomos në këtë rast. Gati, këta kanë ngritur histerinë e jashtëzakonshme të armiqësisë me Shqipëri, pse Shqipëria pranon sigurisht të ndihmojë Italinë në këtë rast. Armiqësi e madhe, gjithë e majta në mos harroni se Edi Rama është kryetari i Partisë Socialiste, e gjithë e majta, komuniste, postkomuniste, ultramajtiste, është kundra Edi Ramës. Në momentin që ata janë kundra Edi Ramës, automatikisht unë jam Edi Ramës. Absolutisht. Në momentin që e majta postkomuniste, ultramajtiste, gender, e majta e post-diktaturës dhe njëkohësisht e mendimeve më të çmenura ultramajtiste në botë, globaliste në botë, janë kundra Edi Ramës, unë jam me Edi Ramës. Sepse i njoh shumë mirë çfarë maskaresh edhe maskareshash, bilaton do t'i dallosh ti pyetësh, ore çai je, maskaresh, çfarë gjini e tje, sepse ata kanë rreth 7-8 gjini që i trajtojnë.
Që i trajtojnë dhe që e njofin vetën në tillë. Veta janë edhe pa gjeni fare. Ata thonë unë jam shkrepse, unë jam moll, unë çati duan ata, çat mendojnë ata, mund edhe ta shpikin një diçka aty për aty dhe thotë unë jam kështu. Në këtë pikë, prandaj është edhe ngritur edhe urrëtia e jashtëzakonshme për Shqipërinë edhe për atë marrëveshje që bëhet midis Shqipërisë dhe Italisë. Dakord miqtë mi. Në fundit është nisja e protestave të Sali Berishës. Sali Berisha nuk do bënte protestë përderisa Spaku nuk po merresh me të. Në momentin që u hap, momenti i 21 janarit edhe do të thirrej, ai sigurisht fillon protestat. Fillon protestat edhe bën punën e tij sepse ai ka për të mbrojtur jo vetëm mbrapaniçën e tij edhe të disa tjerëve aty, por edhe gjithë familjes tij. Sigurisht 21 janari është krijimi politik autentik i Sali Berishës. Është krijimi vrastar, janë vrarë njerëz edhe plagosur disa dhjetra të tjerë me urdhër dhe me djenin e Sali Berishës. Dhe ky është problemi tash. Protestat njerëzit në Tiranë mos kujtoni se i bëjnë kundra kësaj qeverie, nuk i bëjnë kundra kësaj qeverie. I bëjnë për të justifikuar dhe për të dalë përpara hetimit. Kështu e di Sali Berisha. Nëse lvi Spaku ka protesta këy, nëse Spaku do të jetë ky s'ka protestë. Ky merret me punë tjera pastaj. Se përfiton edhe sot kësaj dite përfiton. Për shembull ëndri i tij kishte edhe në Berat me të famshmin kontakt dhe atij që bën se budalla që s'flet, domethënë pronari i madh, investime të jashtëzakonshme, lagje komplet. Dhe ka marrë prapë edhe në Tiranë lagje të tilla. Dakord, është ai Bektashi. Dini, që kur e pyesin ai rikshon, bën s'flet. Normalisht i kanë edhe parat, i kanë, ja jep edhe ky pushteti që është sot. Mirë po atë e thret Spaku, është duke e thirrë Spaku tash ai s'mund të rri dot. E vetmja gjë që di të bëj është protesta. Ti mbledhi 1000, 2000 vet, 3000 vet, s'mbledh më tepër edhe me dash, të protestoj ose të provokoj derisa me mendjen e tij të ndodhin diçka. Ndodhin mundësisht ne i vrasin, ne i plagosin, ne heroizëm i tillë dhe ai pastaj të shtoj protestuesit. Ju thret militantëve dhe shpallur intifada nga më të shmendurat, sepse gjatë gjithë jetës të tij ka kaluar numrin e 1000 protestave të organizuara nga Partia Demokratike e Sali Berishës. Jo vetëm Tiranë, por edhe në përrethë. Dhe vetëm këtë njeh. Ky është edhe momenti për ta sqaruar një herë për gjithmonë edhe njeriu më të pasqaruar të botës, më idiotin, atë që sigurisht nuk merr vesh për asgjë, di vetëm të hajt flej, mbas edhe ne punë tjetër instinktivisht. Po jo që të arsyetoj normalisht. Zënia ngushtë e Sali Berishës dhe futja në morsën e drejtësisë sigurisht e bën pastaj që të protestojë, të kërkojnë të drejtat e tij aty jashtëzakonshme, të protestojë kundra narkoshtetit, kundra kësaj, kundra asaj, kundra zgjedhjeve, kundra i thotë atyre mos dilin zgjedhje herë do mbështesim të pavarurit, imagjino Partia Demokratike të mbështet pavarurin, humbet dhe zgjedhjet dhe pastaj u vën fajin gjithkujt në botë për vetes jo. Ky është Sali Berisha. Sali Berisha tash që nuk është paraqitur në Spak për 21 janarin dhe që më ka ardhur asnjë lloj ftese, këtë mendje ka. Ky është perkorsi i tij. Kjo është rruga e tij. Kështu funksionon në mendjen e tij dhe kështu ka për të funksionuar gjatë gjithë jetës. Sa të jetë ai, kështu do të jetë edhe Partia Demokratike dhe kështu do të jetë edhe Shqipëria. Shkujtoni se ai e lë Shqipërinë që të jetojë rehat. Sa të jetë ai, nuk ka për të jetuar rehat kur ky vend. Sa të jetë ai. E kanë krijuar posaçërisht që ky vend të vuaj. Ky vend mundësisht futet edhe në luftë civile brenda vetes. Gjithmonë të ankohet dhe gjithmonë të ikit, zbrazet. Sa të jetë ai. Në momentin që nuk është më ai, shkon me pushime në Mars për mos u kthyer më, me një bilet vetëm vajtje, jo ardhe, Shqipëria do të ishte më e mirë. Absolutisht më e mirë, më e lumtur dhe sigurisht pastaj edhe më prosperoze, gjithmonë kishte për të qenë diçka të prirësh nga e mira, jo nga immoraliteti, maskaralleku, gënjeshtra, mashtrimi, si mund të prirët sot.
Dakord, miqtë e mi?